Ne si musliman jemi të kënaqur që Zoti jonë është Allahu i lartësuar dhe dëshmojmë me bindje dhe me sinqeritet të plot që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut të lartësuar. Gjithashtu, ne jemi të kënaqur që ky Zot ka zgjedhur për ne që Islami të jetë feja jonë, feja e vetme e pranuar tek Zoti i gjithësisë. Jemi të kënaqur që Zoti jonë e zbriti Kur'anin në mesin tonë dhe dëshmojmë me dëshmi të pastër dhe të qartë se Kur'ani është libri ynë, por gjithashtu jemi të kënaqur edhe me profetin ton, Muhamedin, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të. Jemi të kënaqur dhe pranojmë me dashuri të plotë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Zotit.